gjatë lojës edhe pas lojës. Jo për faktin që fitoj Paris Saint-Germain, por jam bërë baba i një vajzës sot. Urime i personalisht Pe këti momenti, këti u ka ndryshu bota. është bërë baba i një vajze. Ka diçka më të bukur. S'ka më të bukur. Veç ku shka qika e din. Apo? Po. Faleminderit shumë, faleminderit. Unë e di. Faleminderit. Arben Zeqiri se zakonisht është me neve, mi mbrëma mirëseld. Nasi. Ardian Domnica, mi mbrëma mirëseld. Mi mbrëma. Ramos Pylla, komentator, kolegu juni, mi mbrëma mirëseld. Mirë Artur Shala, Mi mbrëma, mirë sugjeta. apo ndihesh pak më i shliruar që po përfundon sezoni? Jo, dhe ku me ditë so. Me që se na e në mësu, Arlen, na këtë punë e bujna me qefin më të madhin. Lorik Ibrahimi, po ashtu kolegu juni, mi mbrëma mirëseld. Arlen. Dhe Angel Bërbatovci, është bashkë me neve gjithashtu. Angel, emocionet tua në këtë përfundim të sezonit? Ka qenë sezoni jashtëzakonshëm, dhe ka qenë viti i parë që nga rikthimi në Art Motion. Ka pas shumë ndeshje që me të vërtet u kanë kënaqësi me i komentu, me i pa dhe me i përjetu. Punë ka pas shumë, kemi pas shumë ngjarje. Ama kur peshojmë tash që ka përfundu krejt kjo, për një me është një farë dozet që tash ketë që u kry, po mirë që na duhet pak pushim se sezoni fillon shumë shpejt. Ndryshe, Angel ishte në Olimpiko, në finalin e Kupës së Italisë, mes Interit dhe Lazios, ndërsa do të na bashkohet pas pak edhe Andi Logja, kolegu ynë i cili përcolli finalen e Euroligës në basketball mes Olympiakosit dhe Realit të Madridit, i cili po ashtu ka një eksperiencë të mirë për të ndarë me neve, dhe besoj të gjithë komentatorët dhe ata që kanë punuar prapa kamerave, do të kenë që çfarë të ndajnë për eksperiencave të tyre gjatë këtij edicioni. Lorina, po e nisim me finalen e Ligës së Kampionëve. Me finalen e Ligës së Kampionëve, dua ta filloj pikërisht me Artorin, sepse tha janë përgatit son të tha derin. Ka mësu. Ama përgatit gabimisht. Po e sheni. E tash këtu të dashur shikues, për ju që nuk e dini se çfarë ndodh para fillimit të emisionit, patëm një debat Angeli me Artorin, nuk e di as pse, edhe du tash me marrë vesh për pse ka ajo energji mes juve dve, çka ndodhi? Që po ja nisi masi më japë fjalën mas pari. Me sinqeritetin më të madhin po e them. Nëse futbollin anglez mas pakti në Evropë, për kretë kampionateve e shikoj, Arsenalin e kam simpati. Kom shku mas shumë të stadion të Arsenalit një temë në Emirates, e kam një simpati. Kom pas dëshirë me fitu, po e kom favorizu më Paris Saint-Germainin për bagi shumë arsye, me qenë se nuk dul, ndoshta edhe loja ku me ditë sa e mirë ashtu që kena prit, se e para e punës. E dyta, pse une me kolego në fjalë, e patëm një debat. Janë statistikat për një me tepër të këqija të Arsenalit me 24.7% posedimit tope, që është më jolti ndonjëherë në historinë e Ligës Kampionëve. Do të thonë me pasimet mas pakti, posedimi më i ulët i Arsenalit prej që është Arteta në krye të skuadrës. Domethënë statistika të mërësisht këqija. A janë arsye këto që e kishte bërë një postim në rrjetet sociale boring për finalen e Champions? Po, pjesa e parë ka për më. Besom, për mi, se kom numëruar një 15 herë, që zakonisht nuk jam në fort adhuru si telefonit me këshirë, shumë. 15 herë kom marrë telefonin me këshirë, shka ka diçka, më dëke më interesant me këshirë në telefon se në loj. Pjesa 2 tani pak unë gjallë. Ti e me real, nuk besoj që be thonë veçun e këta. Kom prit shumë ma tepër. Jo veç prej një ekipi, po prej dyjave, sidomos, për shembull edhe kom prit, pavarësisht që Arsenali shënë i pari në fillim, unë e kom di që loja ka më shku prap në posedim ndoshta të Parisit. Ama me qenë që kaq dopt një skuadrë në finale, një Arsenal, që aq shumë është vol për vite për futboll më të bukur, për sy, për pasime, për gjona tilla me është në finale e tillë. Arsenali gjatë gjithë sezonit ka lështu, edhe kundër Burnley ndeshën që u bë kampion. Nuk kemi mujt me pa për shkak se kemi qenë në zonë. Mirë po, përderisa kritikat kanë qenë jo shumë të mëdha për ekipin e Arsenalit përveç kornerëve që ka shënë gola. Ka pas për shembull lojë që ka pas të mira. Në fillim sezonit, një 2-3 muaj më tani të njëjtit kanë aplikuar haramball. S'po me pranu faktin që mediat britanike për shembull thurrin vargje e bojnë filma, dokumentar për ligën e tyre, kampionatin e tyre, për futbollin që e dojnë shikus.
e boring, këto e kumbo pikërisht për ta, sepse shumë shpesh, jo veç për ndeshje ligës kampionëve, por edhe për kampionate tjera, kanë qef, sidomos tifost, veç për të kry deri në fund. E shkruajnë boring. Tash, përderisa ekipi tyre në këtë rast e patë këtë statistika të mjerueshme, përfshim debatin edhe me të tjerë. është shumë e keqe për me pa një finalit të tillë që luajtë një skuadër. Qëra, Arteta për një me qështa dhe Loriku edhe Krejt, e dim që si vete ka apliku një loj ma defanzive dhe ka interesu ma shumë rezultati se loja e bukur, kjo është fakt. Ama Arsenali unë nuk mendoj që shpëllot Arturi ka luajt dop në finalin. Mendoj që Arsenali ka ardhur pikërisht me çit ide, me luajt në çit mënyrë kundër një Paris Saint-Germain. Se e dim, e përmenëm edhe para emisionit, e din potencialin e Paris Saint-Germainit edhe sulmit, e din sa shumë prej 10 që t'interi unë poshtë 5-0, e mujti Bayernin, në poshtë Liverpoolin, dhe më thonë një ekipe top në Evropë, ku po... Golla i murë në total, 7. 7, po. E tash, ti si Arsenal nëse aplikon një luaj ma... Nësë Arsenalin në vjetë e ka eliminu në 2 ndeshje gjysmë finale, ka poshtë brenda dhe jashtë. Ama Arsenali ka luajtur shumë ma mirë në ato 2 gjysmë E finale. vërtet. Po, në gjysmë finale, tash, kur është loja e kthimit, kalkulimet bëhen ndryshe, ideët vendosen ndryshe. Arsenali, unë e diskutum, 2 ditë me pasru, dhe që tash mu kry loja, kur ka njësë emisioni, Parisis kishë mujtë me dhon gol. Erdhë momenti penaltis, gabimi Moskerës, prej asoj ndërprejre shënun, se Paris Saint-Germain nuk kishë jep gol. Dhe unë menoj që... Ishte aftësie Kvaratskhelia, se so gabimi Moskerës. Bravo. Unë kisha dosh për Thua që e detyroj... Indi, se që tu e patëm edhe këtë debat, në botë shkafit ti më shme thonë, qysh më shme thonë, s'kish mujtë për dhonë në ngull. Po s'kish mujtë se s'mujtë për në 20 minuta. Po s'koli, për çfarë arsye? Parisi për mu kalu shumë dopt, se një Ka mbrojtje. luajt do Parisi sa ka luajt defanziv fort Arsenal. Jo, po çfarë? Kalon herë Jo konë shumë disiplinu Arsenali mbrojtje. Nuk pja qas krejt poshtë, Shko me luajt ç'është. Unë menoj që kish mujtë me thonë 5 copa, ta cile i kena më mirë. Unë e Kada, këmë se ti... Ky po thot, e ka deri edhe 2 ditë edhe sot kishin lujt, s'kish pas gol, apo? Atë form, 100%. Nuk pja që asu në krejt poshtë, domethënë asnjëri nuk kena që po mia buk bajat këto që do të ky. Se ti mas pore te golla pa hire. Qysh më rekoni gol? Bon vaki. Qysh më rekoni gol pa hire? Jo, Gjysëm rast dha golla aty ja çeli si. Nuk thonë s'kishin mujt me dhon 2 ditë. Se unë mbrojt. Angel, është shumë e rëndësishme mas lojës dhe mas statistika me orë në një konkluzion. Qoftë personal, në këtë rast personal. Për me orte që kjo, tu e di që Arsenali e ka pas posedimin veç 24%, është një element, është një diçka, pe qkaj të orë që kjo. Jo detyrimisht loja defanzive ta imponon ti me pas veç 24% posedimin. Është goli hershëm i pranun për Arsenalit. I shënuar nga I shënum prej Parisit i pranun për Arsenal. Unë mendoj që ka kthy detyrimisht në një defanziv ekstreme. Jam kënd tifoz i Arsenalit, po kuloj këtë. Pse veç që ta kam poshtë Bayern na? Paris. Jo, i adhoroj klubet dhe trajnerët që nxjerrin maksimumin prej ekipe dhe jo ata që investojnë me miliona, miliarda edhe synojnë. Si këtë rast Parisi e bashku shumë. Nërko, na është bashku edhe Andi Logja, kolegu ynë të cilin e ftojmë në studio. Andi, programa mirë se erdhe. Ishte në komentim për ndryshe dhe andaj na u bashkua me pak vones. Andi, ishim duke diskutu për finalin e Ligës së Kampionëve. Besoj që me merit e fitoj Parisi, apo jo si pasop? Besoj edhe one, kanë të reguar disa nga statistika, sidomos pasimit e kompletuara, nëse s'gaboj ishte 700 me afërsisht 200 Arsenal, kjo të regon dominimin edhe dëshiren e Parisit për me fitu trofeun më të mirë evropian. Arsenal është mundu më mbroj gjatë gjithë kohës, nuk është edhe fytyra edhe identiteti Arsenalit, qaj stil loje që ka apliku në finale, edhe nuk mu besoj që Arsenali për lunë atë stil, në krasë me Wenger nuk për lunë qatë stil loje. Hajde po diskutojmë për pikat kyqe. Penaltit e humbura, sidomos penaltia 5 e Arsenalit, ishte Gabriel i caktuar. Pse? Para mene, unë me kontrajner, kur mbrojt si penaltin së më shëtu. Vesh në nivele Ramos, në Jero, në që unë lejto Maldini. Keni deklarat interesante. Veç pak, para se me shku të deklarat. Pro mbrojt si, do të me pas qëtësi, inteligencë, shumë i qetë, për me godit penaltin.
Mbrojtësa skobret shumë të meqëm rallje në një. Seriosisht. Mbrojtësin edhe do se mosë shumë këtë. Po ka ndru futbol, e vërtit. Penaltin, a ju poj këtë qënë presion e vlo. Ta është kjo e hupi, qënë. Ama i vetë kish kërku. Ka kërku, po që? Po heqme, do të me ditë kush... Qështë ka përgatit në ndeshën? Po na dëgjojnë Amir Ramani, Mërgim Vajvoda... Amir Ramani o tjetër nivel, Delova o tjetër nivel. Ja, si rasoni, po gjithë se ta shtaj bojnë lajme njerë. Arben, në gjëve shpak. Nuk është qëtësu se me u penalin, sa është mos me qëllu porten. O, e qartë, krejtë. Kjo do të thotë është gjykimi 2 fish për futbolistin. Vjeni me sfërshorit, edhe easy. Ama në shtë edhe s'ka ndosht. Edhe veç pak, Angel, në gomë. Arsenali ka ardhë me lujtë qështu. Qështu që shka lujtë, kur Golds nuk ishtë do në Parisi. Never. Sidomos që shjep ata, me lojë departime nga gratë. Se gjithmonë, ansort e tyre në konë 2 fish shumë, 3 fish shumë, nuk ka pas shansa me shti topa në thëllësi. Arteta deklaroj që e ka kërkuar vetë Gabriel të gjuaj penaltin e pest, po nëse e kërkon lejtari, a do të pa tjetër me dojmos të miratohet kërkesa ati është trajneri që me penaltin e pest. A u dosht me dit prej fillimit para se me shkun penalti, kush godet penalti. E po ta të raja që i shikoj ka ato letrat. Ka pas Ma herët me studiu. Elementare është vetbesimi i futbolistit. Nas njëherë treneri nuk mundet mi besu... A një është mirë, ja imponu penaltin nëse aj nuk ka vetbesim në vetë. Edhe qoftë ylli maj malë botror në futbol. Do thotë është elementare. Pajtojmë se kjo ka dhe një avantash. Për shumë Gabriel nuk është parë asë njëherë të shutoj penalti. Ka qenë shumë i paparashikueshëm. Jo, unë e po dalë në atë aspektin pozitiv. Gjatë ndeshjes nuk është shumë i sigurt. Ka momente që... Edhe pse ishte lutari, unë menoj maj mirë. A i duele nalë, po, falë. Me më shu topit nalë, me gjujt larkë, po. A me lujt futbol, no. Ma të një të përgjeda ka bua dhe Luis Enrique që e ka rap... Nuno Mendes. Beraldos edhe mbrojtësit Nuno Mendes, që ka lujt 120 minuta, edhe në para përfundimit të vazhdimit dytë, e ka fokusu kamera sa i lodhën ka qenë Nuno Mendes, me nëzit që ndronë të në kom. Edhe prapja ja besoj Luis Enrique ekzekutimin e 11 metrës, e umbi. Lërek të përzgjedhet e Luis Enrique ishte që ditëshme që 2 prioritarëve më të mirë në botë i largoj nga loja gjatë kohës normal. Ishin të lënduar. Ishin të dy të largoj Kvaratskhelia dhe fituesin e topitar Dembelen. Ishin 2 të lënduar, nuk arrinin me vazhdim. Ka kapacitet lojtarëve të bankës i ka shumë të mirë. Se cili është i mirë aty, nuk ka lojtar dëpt. Edhe prandaj e bën dallimin treneri mirë. Edhe jo rasisht e murë që 2 herë në vjetë. Po mënej që 2 vjetë të reshtë. Por, veç diqka po du më, nuk po du me mbrojt kërkan besoni, po kjo nuk është vistena në Kosovë është e kumë vrejt në Evropë. Me pas qenë, cilat 2 ekip italiane me që të lujt Arsenali dje. Ish kritik. Luft ishbo në botë. Qakjo futbol, qakjo, a lutë shtë. A janë këta normal, këta katenashin dje kanë kompleksu. Besoni. Ka kompleksu, Arsenali prom. Besoni. Unë po thëmë, unë po që ditë në që s'pe kritikojnë ma shumë, vëllo. Po thojnë, ka shku, po thotë ka shku. O, do të me shku ashtë të me liqë. Ashtu futbol s'luhet. Nuk më nështë mi thonë, dikojna... Në finali është vartë. Në mendoj ma me 5-0. Ata që kanë thonë shqyqyrë që se ka fitu Arsenali, po shqyqyrë që e fitej Parisi. Ka pas po të rallin konë. Se shumë kom qyrë mediat, nuk kom lonë veç Arab që s'marrë vesh. Edhe kinezisht. Sinqerisht po tëmë. Shumë pak ka pas, se meriton vëllo. Kur s'lunë mbrojtit 90 minuta, nuk e meriton. S'ka lidhe ti tashmosh me thonë. E Arsenali që ka lunë mbrojtje finale. O, po të thëmë, veç t'i shkon në Italian, para minutë t'i shkon në ekip Italian. Finale o kry. Artur, finale o kry Parisi Bayerni. O, vëllo, do të me kritiku mënyrën e lojës tapetës. Italian dhe Arsenalit është këtë që Italian fitojnë fund. Unë nuk e s'pe kuptoj Arturin. Unë s'pe kuptoj Unë trend më bot, apo kupton, trend më bot. Qysh me kritiku Artetën kur ke ofër me marë 2 trofeje ma të mëdhajt në Evropë, Premier Ligën e murë, Champions Ligën. Qysh me kritiku një trajner kur ka sukses me që stil lojës e lujës. Do të mja ditë halin vetë. Kuja din halin vetë. Krejt botën Parisit ta mund futbol. Artori ka drejt në atë piken, nuk është zbulim i finales me konkludu që Arsenal të fështirë mi shenu. E thojnë kej statistika para finales. Të të kam brojtje defanziv të mirë, 7 lartësi, krejt është okej. Ajo është evident në dume. Po pse Arsenali nuk kryoj ma shumë?
Pse Arsenali e ka pozitimin veç 24%? Unë po e rritë. Kjo është qetësuesa, pse se ka brojtjen e mirë Ka qenë vetëm mbrëmje gjatë gjithë sezonin Premier League. Tash ti po thu, klub vinë këta. Jam çuditshëm me paraqimin e Arsenalit. Unë mendoj që Arsenali unë poshtë veç me gatimit individual të Moskerës se Paris. Ma Angel, a menon që me 24%, edhe një goditje në port, Është e merituar. janë statistikat, ta themi... Ska lidhje bre man, që ka mojt 24% topis, pe kuptoj se Ondi Logja me tu kokën, Interi ka ditë me luqa se njëre ka fitu. Që sot të kështë e folë që shikon. O të kalëzaj, po të kështë folë që ashtu. Mënyrën se si po flet Angeli, justifikohet nëse Arsenali do të ishte në përsi deri në minutën 95. Dhe do ta kishte pranuar atëherë golin. Po e ka pranuar shumë herët Angel, dhe nuk është që bëri diçka dhe pas golin. Ama Parisi çka buni përveç rastit fundit Barkollës, 3 minutës pranim. Në minutën 96 tifos të Arsenalit. Ka pas një super rast. Është për çet moment, Parisi s'ka mujt me prodhu kur gjë prej mbrojtjes të fortë Arsenalit. Edhe për mu, kudos për Mikel Artetën për lojën që ka bërë. Ja, mendoni që ne po bëjmë një pyetje. A mendoni që Arsenalit kish vazhdu me qasje ofenzive pas golit parë? Kish me shkaktu shumë të lashe Parisit? Po. Unë mendoj që po. S'do është me shfrytzu që atë momentum, sepse është finale dhe trajnerët unë e di që Arteta ka ardhur deri këtu me çet qasje defensive. S'ka pas qasje. Trajnerët e fortë dëshmohen në momente shumë të rëndësishme si kjo. Kishë shënu herët, e kënë zonë Parisin, ta themi, në një moment shumë... Pa përgatitun, po. Pa përgatitun, shumë të vështirë në finale, pëse mos me shfrytzu të paktën 10 deri në 15 minuta. Në momenti që ti po kthehesh në fazën defensive, ne kemi pa Enrique që shpesh e lun me ato topat e gjatë për me e shkurtu kohën që marrit sa më shpejt të sulmi. Këto e ka lecuar Arsenali, për minutës 5. E ka ftu, domethënë, gjatë 85 minutave me sulmu. Dhe është e pamundur që Parisi nga gjithë këto minuta mos me kriju të paktën 10 raste për gol. Cilin ekip ju e ke që pejt na komentojnë këta këqyrin futboll kanë lytë vetë. Ka zamani një që ju e marrin men. Që mbrot 90 minuta që s'ka pranu gol. S'ka për shanca, o s'ka ekip në botë. Që mund me 90 minuta me 8 lojtarë edhe mos me marr gol. Angel kish pas drejt, që deri këtu ka arrit me këtë filozofi, edhe arriti me fitu edhe unë i thash edhe këtina për shembull, dëgjoj, për shembull ekipet që ka pas më të forta Parisia e dihet. Koni ka eliminu. Dorën zemër i ka mujt ekipet më të fortat edhe jo vetë si vjet, po edhe vitin e kaluar. Komplet Premier League-ën e mujt, që është shumë vështirë me mujt. Na këtë dina që i kanë se cila ekip është më e fortë. Se ti plus Bayernin. Me Sportingun, keme Real, e ka komentu lojën. Ka fitu 0-1 lojën e parë Arsenali, në dytën, X raste ka pas Sportingu me që lojën vazhdime. Qatë që kam jaftu bre atina, unë s'pe kuptoj, abedin. Njëri ka njëherë të knaqët me qatë sa mjafton, apo kupton. Ka rreziku me Sportingun e Lisbonës, se ka pas raste Sportingu në fund pjesës dytë. Mbrojt be aty? Po kretë lojën, Arsenali ka kontrollu lojën. Ajo është Sporting, nëse mund ta orientojmë debatin në një... Jo, vështë me një diçka. Arsenali është njohur gjithmonë për lojë të bukur në kohën e Arsene Wenger. Pikërisht. Edhe ka pasur tifoz të shumt edhe të skuadrave neutrale. Pra, nëse e kanë përkra Liverpoolin, si ekip të dytë e kanë pasur Arsenalin. Pikërisht Arsene Wenger dhe lojës së bukur që ka. Apo edhe pse nuk ka fitu. Si vjetë, sidomos në 2 vitet e fundit, me Artetan, loja defanzive dhe monotone, sidomos golat e zhënuar nga ndërprerjet dhe korneret, i kanë shtyk ata tifoz të cilët të duan ta fitojnë antipati për Arsenalin. 100%. Dhe tash, kur te fiton titullin e kampionit në Premier League, dhe e heq atë farë presionin e madh psikologjik që ke pas për 22 vite, pse shkon në finalen e Ligës së Kampionëve dhe luan anti-futboll? Çe po të kallzoj, thjesht po të përgjigjen. Ka shku me fitu. Mu hap me lut futboll me Parisin, Parisi ta mund krejt botën. Ta mshef topin. Nuk pajton. Krejt botën. Nuk pajtosh, okay. Let lu futboll dikush. A lujti Bayerni me Parisin? Sa so bëjava? Reali, cili do më hap? Jo, më ka rastis me komentu Parisin shpesh si vjet. Edhe ka 4-5 hundë që ka gjatë gjithë sezonit. Është në poshtë për skuadrave që kanë sulmu që nga minuta e parë. Edhe që kanë shënuar ndoshta herët në 10-15 minuta e parë. Për këtë arsye Arsenali në mënyrën se si nisi skenari, një farforme i bëri vetvrasje me vazhdimin e qasaj qase prej minutës 5. Unë mendoj që Arsenali ka shumë kualitete ofenzive, që kish mujt me i shkaktu të lashe të paktën pjesën e parë, që Parisi i zhdash pak kohë derisa e kesh gjetë balancin e një goditje që e mori shumë herët në minutën e 5. Mik, është krejt legjitime një trener kur e përgatitin ndeshje specifike. Në këtë rast finale është e specifike, që me vendos me pas lojë defanzive, karshini kundërshtarit, që potencialisht është më e mirë, është legjitime kjo. E njohë në botë.
Esenca është pse nuk ka alternativa para, sepse nuk është absurde me mendu që një trajner vendos me lumë rapa 90 minuta, mbrojtje edhe nuk ka alternativë para. Do të ti skemat përgatitën që shtë dojtë para. Kur ka fitu Interi Champions League-ën, e ka mojt topin veç 23% me Po, ka kësi raste. Edhe e ka fitu. Di që ka thonë Mourinho. Edhe pse të kritikohet Në Barcelonën po, në finale, jo. Ma me Barcelona Ma pak. Se kontrollojnë Numër 14, regjia janë penaltit. Veç do shta me thonë diçka. Ekzekutuara të përmbledhura në një video, materiali numër 14. Shohem penaltit e ekzekutuara, Arsenali 2 hum, pra nuk ja qëllën fare Portës. As Eberechieze e as Gabriel. Pra portieri i Paris Saint-Germainit nuk bën asnjë pritje. Ndërsa David Raya, që ishte një prej lojtarëve kryesor të Arsenalit, e priti një penalti shumë të rëndësishme pasi që Arsenali e humbi e penalti. Edhe Safonovi njihet për pritet penaltive, Raja nuk njihet për pritet penaltive. Çka është ironia e fatit? Esenca e penaltive çka dikuj nuk i ka rënë sy mbase është te stili i goditjes edhe mënyra e hovet. E keni pa që 6 futbollistë të dyja skuadrave e kanë stilin e njëjtë goditjes. Nisin nga Messi, kthehen në krah dhe vazhdojnë të kalumën. Ka futbollist që ka mshel karrierën me 25 vjet futboll, po e ka pas originalitetin e goditjes. E çtu po shoh improvizim të goditjes. Kum po de facto improvizim po ska. Gjithmonë ashtu i ekzekuton penalti. 6 penalti bën një. Ka humbur disa te Crystal Palace. Vendoset mes, ik prej krahut djathtë dhe u penaltin ose shënon. Nështë një mod e penaltis që po improvizojnë gjë. Mja u portierit. Edhe diçka, Çdo herë ka pas alternativa mja u, po jo qëse. me më ndihmu, për shkak se tham, na për shkak që kena pas ngarkesë të madhe në komentime, nuk e kemi pa Premier League-ën. Për shembull, personalisht po flas, Gabriel Jesus. A ka ne problema ideal që s'lujti? E ka humbur. Ju ke Gyökeres, e le maj. Nëse, jo, unë qëto përdu më ju pyt, për me dalë që ty ku përdu. A ka pas probleme... Probleme nuk ka pas, por ka qenë zëvendësues i Gyökereshit, e Gyökereshi ka qenë zëvendësues i Kai Havertz. Ka dal, mirë. Kai Havertz është sulmues 30% e ka pas Interi. Për shembull, si Artur, normalisht, trajneri është trener, unë po flas për mendimin tem, nuk po flas si trener. As po më bëu trener kur si Arteta. Po kur s'kish lujt Gyökereshi para Jezusit në finale. As një minutë. Po Jezusi ka pas. Qatë minutë, qatë herë kur e kanë majtë këta tonë, fenomenal në 2 lojtë, Aliti. Jo, fundit e sezonit ka pas shumë të mirë Gyökereshi. Qëto 2 muajt e fundit, sidomos ka qenë vendimtar të fitolet Arsenal. O, dallimi si nota me ditë është me lujtë bërë atje në Ligë Bekin, Ligë Ki të lifar, mbrojtësi Bekin. Unë atë në Premier League i këmë thonë. Premier League mbrojtësa djenë të maj. Mbrojtësa në Premier League, së një gjonë që bujnë. O, jo bre, jo. Së një gjonë, 5 mirë qënë, mbrojtësa. është problem në botë mbrojtësi. Këtë e kena përmen me milion herë. Nuk për thëmë që tash. Problem është me gjithë mbrojtësat mirësën. Dallimi madhë se atje Arsenalit këtë titutin, në Arsenalit më për para. Me edhe në kofë që lunë më në të hep gol. Gabriel Jesus është lojtar shumë e lëvishëm që Gyökereshi pat penalti e Madueke. Jo, për Ma shumë në faunë është po, sa e vendos dorën. Dhe ngre. Jo, Pra të gjithë ajo jeni trajtimi prekja që e ishte vendimi Sakas drejt. me dorë pak... A ishte pak tendencios gjyqtari gjatë pjesës së parë në disa Më ne momente. që kalon pak loj... Që e mbylli pjesën e parë derisa Kalon loj që duhet mu lon finale. Duhet me loj burr është edhe kaleu atë Pak e të prejsh aty që se lakë Kur, ma mirë s'ka bu. Për merë tupin, merë me menë, pretje, dërë që ka 4 metra, 2 minutë goti për shka. Që po pretja, me të leonën ty dërsh, deri sot... Edhe rivalet ansore i Ivanović, bravo. Është një pej gjyqtarëve që vendimet i ka të sakta, pa interventim i varë. Jo, ajnë brutës, ma e ndogët e më shumë. Një gjë që ka bërë përshtypje të ndëruar shikues ishte organizimi i hatashëm nga organet vendese të Hungarisë, materialin numër 17 në momentin kur shënoi Paris Saint-Germain dhe u ndezën fishek zjarret. Shikojeni një numër të jashtëzakonshëm. Mund ta shohin edhe në dalje. Nuk i kam numëruar, por jam i bindur që kanë qenë mbi 500 policë që kanë hyrë në fushë, ishin të gjithë prapa tribunave dhe ishte një organizim i jashtëzakonshëm. Shikoni, nuk ndalej numri i hyrjes së policëve në fushë. Për të qenë të përgatitur për çdo skenar që mund të ndodhë. Kur s'kum po një temë, policët me i brenda fushës për me mbajt kontrolin. Limite, nuk janë, të vija. Asë njëherë në fushë të blert, edhe dje kërë kum po më çuditi shumë se normale dinë edhe Lumnica dhe Arbeni, po dhe na krejt që
Asnjë zyrtar policor nuk lejohet me shkel në fushë të blert. Jo, unë menoj që të thymje protokollit është futja mrena reklama. Po, që kjo, Distanca për te reklama lejohet, ka raste kur gjandarmeria hyn. Po, për te reklama, brenda... Të na i njeri si në zemë, du të me hitë. Ja, s'ka pas, që është. Emergjente ka qenë hyrja. Po, ama adin u do këtë çuditshëm se... Të drejtë. Atë moment të lujtë, loja. Po, kur tu zhvillu loja pishet... Dinamo atëherë me yllin e koç, kur janë politikë. Se mojnë men ato, veç. Ja, unë e moj men. Dëvesh do shta mundër lidhë të puna e Arbenit që tha të posedimi topit, Mourinho e ka thonë një sen, në 2010, kur e merë Interi Ligën e Kampionëve, 32% posedim topit, i thot gazetari, po qysh një eshti që ke fitu trofeun e se ke pas posedimin. Ka thonë, po, që topin, ja u je Bayernit, na pe morëm trofeun. Ama Interi është në edhe golin e dytë. Figur që e ka thonë qëto. A thonë ja ma e mirë është luj si Barcelona dhe hop si Bayerni. Po jo, po, a s'ka lu futbol kur s'më në të bëgoj Luis Enrique, kur s'më në të bëgoj, s'ka lujt kjo Mourinho. A, e qartë, po. Po, ose si kjo Pep Guardiola, po s'më në të bëgoj. Nuk ka dhe. As ma i mirë sa në Ancelotti. Do të me pranu. Jemi në fund të kësaj pjese të Ligës së Kampionëve që po diskutojmë, për ta shtruar një pyetje dhe me nguc pak Arbenin. Është nis Parisi drejt rrugës Realit Madridit. Titulli i dytë është kampion. Kur ta fitojnë tretën radhazi, nëse që atëherë barazohet me tullacin legjendar Zinedine Zidane. Po. Që atëherë. Edhe sa vjet i duhen Parisit për ta zënë Realin Madridit? Edhe 10. Matematikisht po them. Edhe 13. Sipas opinionit tënd. Ekipet regjistroj këto, nëse 10 vite të ashme, e kalon dikush Real Madridin me Ligat Kampionëve, unë e mos dal me full për futbol të. Shtirë është 10 vite. A mundë. 10 vjetë, shumë. Milano është ofër, po Milano Shumë e buën të është Champions League. A kam faju në vë? Orber. 20. Orber. Umlis, dhe i dalë pension, se 45 i kumë. Logja, kjo është analist tendencios. Moment që të tullacin legjendari referohet Logja në numizë. Nale Pasë legjendar kjo pyta më përqen. Pasëni që na ketë me permanent të vë. Pra, edhe 20 vjetë kërkush së në zënë rolli. 20, shkrune. Ingjitone, ndojeni. Edhe më smelu Reali hiç. 20 vite. Heq, po heq me më smelujt, kërkush së. Problem është. Veçandini konteston kur ju në marë. Shojmë edhe një tjetër moment që nuk ka qenë në vëmendje të publikut, me qenë se Parisi po festonte në momentin kur fituan Ligën e Kampionëve dhe kishte dëshpërim të madh në anën tjetër tek lojtarët e Arsenalit, materiali numër 16 është Gabriel, që ngushëllohet nga kapiteni i Paris Saint-Germain Marquinhos, pjesa tjetër po festonte, ndërsa portieri David Raya çante me lot si fëmijë dhe ishte me të vërtet një skenë që më bëri shumë përshtypje, është një video që kam xhiruar me telefonin tim. Dhe kjo ka shkuar super virale, edhe madje edhe faqja 433 ka marrë, mbi 15 milion shikime i ka kjo video. Shikojeni reagimin e Rajas, që po çante me lot. E pritshme. Zhgënimi i madh ka që afër trofeut. Pas pak të faj besoj ka pas kjo. Raja. So, këtë ndeshës ka pranu gol, kjo ka qenë fenomenal si vjetë. Dhe ndeshën Jo, edhe Champions. shkam duket edhe me kësi, edhe me në ligë, që është dhe kom po dikon... 3 sezone fiton dorë për nartë. Me clean sheet është Fantastika që. Dhe fantastik dhe. Edhe nuk është zgjedhje e parë të Spanjës. Unai Simon. Simon. Është e çuditshme. Mirë. Inde? Po